Një 57 vjeçar u vra me armë zjarri në orët e para të mëngjesit të kësaj të diele në fshatin Tal të Lezhës. Nga burimet hetimore, Vision Plus mëson se viktima Pjetër Kaza u ekzekutua brenda oborrit të shtëpisë së tij me pistolet me silenciator pasi nuk raportohet për zhurmë të shtënash. Pjetër Kaza punonte në minierën e Spaçit dhe sipas të dhënave ishte kthyer në banesë rreth orës 1 pas mesnate. Dyshohet se vrasja e tij lidhet me një zinxhir të gjatë hakmarrjesh, që zanafillin e ka në vitin 1994 me vrasjen e Ndue Kazës, ish shefi i krimeve në qytetin e Rrshenit, vëllai të viktimës. Autorët e dyshuar të kësaj ngjarjeje ishin vëllezërit Dod dhe Agustin Gjini, të cilët u arratisën pas krimit. Në vitin 1997, Martin Kaza, vëllai i viktimës, ekzekutoi për hakmarrje vëllezërit Gjini në qytetin e Laçit, ngjarje për të cilën u dënua me 22 vite burg. Konflikti nuk u mbyll me kaq. Më 28 prill 2024, në Belgjik u vra një tjetër antar i familjes Kaza, Agustin Kaza, vëllai i Pjetrit. Ai u qellua për vdekje në një lokal shqiptarësh në Bruksel, ku autorët e goditën disa herë në kokë dhe krahëror. 57 vjeçari i vrar këtë të diel është viktima e tretë e gjakmarrjes në familjen Kaza.